ka me u reflektu në nivel të ri të inflacionit. Për 4 vite nuk kanë bërë asnjë një reformë. Këtë dokument thuhet që nuk ka konkurrencë të lirë. Personat, përgjegjës, automatikisht me u largu prej këtyre pozitave. 1300 kompani sipas vendimit të ZRR-s nuk po dalin në treg të lirë sepse nuk ka treg të lirë. Domethënë ta kemi të qartë këtë, edhe kjo është arsyeja kryesore pse vendimi po kundërshtohet për krye të herës prej të gjitha aktorëve, po e kundërshtoj edhe vetë dhe po kundërshtojmë edhe si parti politike sepse nuk ka treg të lirë. Domethënë edhe në një analizë të zyrës rregullatorit e cila e bën vlerësimin e konkurrueshmërisë në treg, dokument ky i aprovuar në nëntor të vitit 2024 thuhet që tregu është tepër i koncentruar dhe nuk ka konkurrencë të lirë në treg. Për prodhuesit kjo ka me qenë fatale. Një pjesë të tyre kanë kontratat e eksportit. Ata kanë potencuar dhe në kontakt me ta tregojnë që do të jetë e pamundshme. Domethënë përmbushja e kontratave në kushtet kur energjia elektrike rritet deri në 300%. Në anën tjetër, të gjitha këto kompani do të detyrohen që të rrisin çmimet e produkteve të tyre, gjë e cila ka me u reflektu në nivel të ri të inflacionit, i cili edhe ashtu, domethënë prej hyrjes në fuqi të vendimit të ZRR-s për ngritjen e tarifave 16.1% për të krejt konsumatorët, veç ka fillu, domethënë, kemi 4 fishim të normës së inflacionit në krahasim me muajin prill dhe mars të vitit e kaluar. Nuk befasohen prej tyre sepse për 4 vite nuk kanë bërë asnjë një reformë, nuk është bë as edhe një hap përpara rreth gjenerimit të kapaciteteve, domethënë investimeve në gjenerim të kapaciteteve të reja. Sot kur ne po flasim, kur kjo intervistë po xhirohet, më lejoni t'ju them që Kosova po importon energji elektrike. Është data 27 maj kur ne po xhirojmë, dhe këtë mëngjes të dhënat tregojnë që konsumi i energjisë elektrike në Kosovë është 700 megawatt në orë dhe ne kemi kapacitet gjenerues, jemi duke prodhuar në fakt energji elektrike vetëm 400 megawatt. Janë 300 megawatt të tjera të cilat janë duke u importuar. Ne kemi pasur probleme gjatë muajve të dimrit, po menoj tash një kohë të gjatë për shkak të mungesës së kapaciteteve, por nuk na ka ndodhur që pikërisht gjatë muajve të verës të kemi kapacitete, të kemi një import të tillë i cili është marramendes. Andaj konsideroj që kjo ka me ndiku jashtëzakonisht, domethënë është negative. Nuk ka kurfar logjike që sot një operator i cili në bazë të një kontrate të privatizimit e cila ka qenë jashtëzakonisht e dëmshme dhe ka të drejtën ekskluzive që ta blej krejt energjinë që e prodhon korporata energjetike e Kekut, dal nesër dhe i njëjti të ju shes, domethënë këtu në 1300 bizneseve po vetë me çmim 260% me të shtrejt. Pikërisht për shkak të kësaj kontrate është gati se e pamundur, domethënë që të kemi edhe një liberalizim të tregut, sepse na kemi 2 kompani të cilat i takojnë një pronësie, një pronari, dhe njëra ka distribucionin dhe tjetra ka furnizimin. Kështu që në çfarëdo variante kjo kompani do e ruaj pozitën e saj dominuese në treg. Në këtë mënyrë qeveria duhet të bëj politika të tilla, të cilat kishin me zhvillu konkurrencën. Ne fillimisht duhet ta bëjmë tregun e lirë, mandeti detyrojmë kompanitë që të dalin në tregun e lirë. Po i referohem dokumentit që përmenda më herët. Ky është vlerësimi i konkurrencës në sektorin e energjisë elektrike për vitet 2022-2023, është aprovuar në nëntor të vitit 2024. Bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë e ka miratuar një dokument. Ky është dokumenti i zyrës së rregullatorit të energjisë dhe në këtë dokument thuhet që nuk ka konkurrencë të lirë dhe se tregu është jashtëzakonisht i përqendruar dhe përmend pozitën dominante të Keskos. Domethënë nëse shkojmë te faqja 22 dhe 23 ku flitet për përfundime në bazë të gjithë indikatorëve, të cilët masin koncentrimin e tregut dhe masin konkurrueshmërinë ose mungesën e konkurrueshmërisë në bazë të gjitha analizave, të cilat janë analiza të detajuara, do thotë vjen në përfundim që nuk ka konkurrencë. Kështu që unë konsideroj që Kosova për me zgjidh problemin e energjisë elektrike duhet që me qenë ma aktive në krijimin e kapaciteteve gjeneruese. Ne nuk guxojmë të varemi komplet nga importi. Mirë po,
nga ajo çfarë ne kemi pa në ditët e kalume, po besoj që tashme janë të njohura për komplet publikun, ne kemi pa që zyra e rregullatorit të energjisë, kosti dhe të gjitha institucionet të cilat janë përgjegjëse kanë dështu komplet në mbikëqyrjen e sektorit të energjisë. Tash imagjinoni, domethënë, ne na është ngritur energjia elektrike gjatë këtij mandati për konsumin mbi 800 kW, 128% e kumulativ gjatë 4 viteve të fundit. Në anën tjetër, të dhanat e publikume prej SACAOS treguan që ne në vitin 2024 kemi paguar deri në 800 euro për transportin e 1 megavati energji elektrike në Kosovë. Domethënë, 800 euro nuk e dim ende çmimin sa është ble energjia elektrike, mirë po ne e dim që në vitin 2024 ne si konsumator, bizneset, ekonomitë familjare dhe të gjithë të tjerët janë ngarkuar me 800 euro, domethënë ishte 798,32 cent, vetëm për transportin e energjisë, domethënë vetëm linjat e transportit, kem pagu vetëm shërbimin e transportit e energjisë elektrike. Se vërtet që nuk kemi kuvend funksional sepse ende s'ka përfundu seanca konstituive, po zyra e rregullatorit të energjisë sipas ligjit i raporton kuvendit. Po mëse e vërtet është që na nuk kemi qeveri. Domethënë, unë e potencova edhe më herët, Kurti Rizvanolli dhe të tjerët janë deputet sikurse unë dhe nuk kanë, sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ata nuk mund të ushtrojnë funksione ekzekutive. Mirë po zyra e rregullatorit të energjisë po shkon në takime që po i ftojnë këta që po e quajnë veten qeveri, ndërkohë që po refuzon të vijë në Kuvendin e Republikës së Kosovës institucion të cilit i raporton në bazë të ligjit. Dhe unë po e them që krejt kjo është një skemë e cila sinqerisht duhet me uhetu. Cila do qeveri që bëhet, unë shpresoj që të bëhet sa më shpejt, sepse është jashtëzakonisht e nevojshme që vullneti i qytetarëve me u reflektu dhe me u çu në vend, duhet me u marrë. Kjo është një nga çështjet më urgjente. Përpos që duhet me bë ndërpremje, automatikisht duhet me pezullu vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë dhe me gjetë formë qysh me dalë prej kësaj situate, domethënë duhet personat përgjegjës automatikisht me u largu prej këtyre pozitave. Na nuk mundemi me leju njerëz të cilët kanë qenë përgjegjës për me i përcjell ankoandet dhe ne kemi pagu 798 euro vetëm për transportin e 1 megavati energji elektrike që ata me qëndru dhe ne me prit që prej të njëjtive ne kemi me pas zgjidhje. Këta duhet me u shkarku në mënyrë automatike, duhet me u inicu me njëherë procedura dhe me ardhë njerëz profesionist, njerëz të cilët nuk janë donator të partive politike dhe të cilët punojnë dhe respektojnë ligjin dhe jo me punu sipas skenareve të partive politike, sepse kjo është ajo, ndërhyrjet politike në këto institucione, kinset e pavarura, kanë sjellur deri të një situatë të tillë. Unë konsideroj që nëse në 4 vitet e fundit ish-qeveria ka pas mjete monetare për të ble paqen sociale dhe për të shpërndarë deri në 200 milion euro brenda vitit, duke i dhënë si karamelet, mjete këto të cilat janë shpërndarë për me ble votë edhe me ble gjana tilla. Institucionet e reja të qeverisë së Republikës së Kosovës duhet me gjetë formën dhe duhet me gjetë mjetet për me ardhur deri tek dalja nga kjo situatë. Edhe nuk kisha propozu, domethënë që të kemi edhe një rritje tjetër për të gjithë konsumatorët, domethënë kjo ngritja prej 16.1% të shkoj në 21%, sepse prap kjo kish me ndiku në nivel të rritë e inflacionit, do të duhet të gjendej forma e komplet bartjes së kostos për këtë çfarë ka ndodhur, po fillimisht duhet me u bë një hetim. Duhet me u bë një hetim sepse ka ardhur deri te ngritja e çmimit të energjisë elektrike.